A do të ketë në të ardhmen iniciativa të tjera sa i takon bashkëpunimit mes vendeve, apo gjithçka duhet dali nga procesi i Berlinit, nga iniciativa e procesit Berlinit? Sado iniciativa të kemi të gjitha janë legjitime, çdo qeveri në rajon mund të dalin dhe me iniciativat e tyre, sepse në fund të ditës ne jemi padronët e procesit dhe duhet kemi parasysh një gjë në mendje. Ne nuk mund të kemi dot procese paralele. Dhe nuk mund të përballojmë dot edhe në kosto, edhe në momentin geopolitik që të kemi agenda konkurruese. Quheni Ballkani i hapur, apo mund ta quheni si të doni, por ne duhet të ngelemi tek pjesë e procesit që kemi tashmë në dorë. Nuk duhet të kritikoj as Ballkanin Perëndimor apo iniciativat e tjera, por nuk ka nevojë që ne të kemi iniciativa të ndryshme me të njëjtin qëllim, sepse kemi administrata të vogla në rajon dhe që do të mbyten me gjithë farsoj iniciativash dhe që në fund të ditës të gjitha duhet të jenë pjesë e një procesi koherent. Ne e kemi tashmë këtë proces koherent që ka një emër, që është plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor, është tregu i përbashkët nën procesin e Berlinit. Mund të kemi pikërisht tashmë edhe kryesimin procesit të Berlinit nga Gjermania, në mënyrë që çfarë po ju them tani është ta mbajnë këtë proces të pa prekshëm.